Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Smundjet e zemrës njihen si shkaktari numër 1 që çon në vdekje si për femrat ashtu edhe për meshkujt në nivel global. Një nga arsyet kryesore që kjo smundje konsiderohet kaq vdekjeprurse është sepse njerëzit ignorojnë simptomat e para që shfaqen tek secili prej tyre. Simptomat e problemeve të zemrës nuk janë gjithmonë as të dukshme. Për më tepër, ato mund të ndryshojnë nga personi në person. Zemra është organi vital i trupit njeriut. Çrregullimet e saj qojnë në smundjet e zemrës dhe në smundje kardiovaskulare. Shumë çrregullime kanë të bëjnë me zemrën në vetvete, ndërsa pjesa tjetër lidhen me patologjinë e enëve të mëdha të gjakut, të cilat lidhen drejt për drejt me të, si dhe lidhjen e saj me gjendje të tjera patologjike. Smundjet kardiovaskulare janë një grup i madh smundjesh të cilat prekin zemrën dhe enë të gjakut. Ato janë mjaft të shpeshta në praktikën klinike, duke ndikuar ndjeshëm në smundshmërinë dhe vdekshmërinë e gjithëmbarshme të popullatës. Ndonse shkaktari i saktë i këtyre smundjeve mbetet ende i panjohur, njihen qartë disa smundje, gjendje patologjike, rrethana e shprehje të pashëndetshme, të cilat predispozojnë shfaqjen e tyre. Këto quhen faktorë të rrezikut kardiovaskular dhe prezenca e tyre te një person rrit dukshëm mundësinë për të smurë nga këto smundje. Pra smundjet kardiovaskulare me një fokusim të veçantë tek infarkti akut i miokardit do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me doktor Arlin Batallin, kardiolog. Doktor Arlin Batalli, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Përshëndetje, mirë se u gjej. Përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Kosovës. Pra dëgjuat temën që kemi përzgjedhur është një temë që ka të bëjë me smundjet që janë ndërshkaktarët më të shpeshtë të vdekjeve, jo vetëm tek ne, por në mbar botën. Do shta për fillim është mirë që të njohim dëgjuesit me disa nga smundjet më të shpeshta të zemrës. Cilat janë ato? Po pra, siç e thatë edhe ju, smundjet kardiovaskulare po vazhdojnë me qenë lideri për nga vdekshmëria dhe smundshmëria në botë. Është mirë të nifemi me disa numra të rëndësishëm që lidhen me smundjet e zemrës, rreth 17 milion njerëz në botë vdesin në vit nga smundjet kardiovaskulare. Një numër i madh i tyre vdesin ende pa arrit në qendrat spitalore. Kjo tregon rëndësinë dhe fokusin që duhet ta kemi të gjithë ne për këtë patologji që prek sistemin kardiovaskular. Po smundjet kardiovaskulare më të shpeshta janë ato që lidhen me enët e gjakut të zemrës, apo smundjet koronare, ku bën pjesë infarkti akut i miokardit, angina pektorale, stabile, jo stabile, dhe forma tjera të manifestimit të smundjes koronare. Pastaj smundja e vetë muskulit të zemrës, ku bëjnë pjesë kardiomiopatit, mandej smundjet valvulare, smundjet që prekin përqimin e sistemin përçues të zemrës, që janë çrregullimet e ritmit, apo siç njohim më gjerësisht aritmit, dhe smundjet e mbështjellësit të zemrës, që quhet perikardi, që janë perikarditet. Doktor, cilat mosha, nga se ka ekzistuar bindja më herët se vetëm moshat e vjetra goditen nga këto smundje. Cilat moshat tash, a kemi edhe raste kur goditen edhe të rinj? Smundjet e zemrës nuk njohin mosh, ato paraqiten të gjitha moshat, duke filluar nga moshat pediatrike deri tek moshat e shtyera, por kuptohet rreziku rritet me rritjen e moshës, por kohëve të fundit kemi një rritje të numrit të pacientëve në moshat e reja, nën 55 vjeç, që kërkojnë ndihmë për shkak të problemeve kardiake. Ku qëndrojnë shkaqet që tash kemi raste edhe të moshat të reja? Sigurisht që këtu kjo ndërlidhet me faktorë tradicional të rrezikut, janë bërë gjithnjë me prezent faktorë të rrezikut, duhanpirja, obeziteti, inaktiviteti fizik, prania e çrregullimeve të metabolizmit të yndyrave, dislipidemit,
janë një ndër shkaktarët më të shpeshtë, po ashtu edhe stresi kronik dhe i vazhdueshëm është ai që me gjas po ndikon në paraqitjen e këtyre sëmundjeve, po ashtu edhe në faktorë jo tradicional të rrezikut, janë sa faktorë që i quajmë atë pavarur të rrezikut, prania e disa çrregullimeve të lindura gjenetike që ndërlidhen me prezencën e lartë të lipoproteinës A të quajtur, si edhe përdorimi i substancave të ndryshme aktive narkotike, po ashtu mund të jetë një ndër shkaktarët që po e rrit rrezikun e paraqitjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Po, doktor Arjen, ju i përmendën të sëmundjet më të shpeshta, thatë se është infarkti akut i miokardit. Do të është mirë të njohim dëgjuesit me mënyrat apo format, si manifestohet kjo sëmundje? Po, infarkti akut i miokardit është një mbyllje menjëhershme e një arterie të zemrës, një nga arteriet koronare të zemrës, e cila shkakton një ndërprerje të furnizimit të muskullit të zemrës me oksigjen, çka mund të vijë deri tek dëmtimi irreversibil i asaj pjese të muskullit nëse nuk intervenohet me kohë në hapjen e asaj arterie. Sa është ajo kohë që duhet intervenohet? Është ashtu quajtura ajo koha e artë, 90 minutë shqiptar nga fillimi i simptomeve, po sa më herët që është e mundur të bëhet hapja dhe paraqitja në një nga qendrat spitalore, përfitimi është më i madh në kuptimin e pengimit të zgjerimit dhe dëmtimit të mëtutjeshëm të miokardit apo muskulit të zemrës. A ka mundësi që qytetari i Kosovës brenda kësaj kohe të kërkojnë ndihmën e mjekut? A mund po, sot në Republikën e Kosovës janë 2 qendra të stentimit në të cilat mund të kryhet intervenimi. Në qendrën klinike universitare ka vite që kryhet intervenimi tek infarkti akut i miokardit, një PCI qendër që përfundon funksionon 24 orë. Gjithashtu kemi një qendër në Prizren, që po ashtu së shpejti do të fillojnë me punë 24 orë në intervenimin të këto rastet me infarkt akut apo sulm në zemër, siç njihet nga popullata e gjerë. Cilat janë disa nga shenjat karakteristike që tregojnë se kemi të bëjmë me sulm në zemër? Më së shpeshti simptome dominante, shenjat dominante është dhimbja në gjoks. Një dhimbje në mes të gjoksit, e cila ka tendencë të përhapet në krahun e majtë, në nofull, e cila zgjat deri në disa minuta, mund të shoqërohet me djersitje, vjellje, mundim, mungesë fryme. Këto janë ankesat kardinale, kryesore, por jo rrallë mund të mungojë dhimbja, po të shfaqen ankesa tjera që mund të jenë ekuivalente me dhimbjen, është një mundim, vjellje, djersitje, mungesë frymës, një lodhje pasifikueshme. Këto janë ato simptoma, ankesa që duhet ta detyrojnë pacientin të kërkojë ndihmën në një qendër mjekësore sa më të afërt. A ka ndonjë parashenjë se tregon se organizmi diçka është duke u zhvilluar në zemrën e një personi që mos pres derisa ndodh infarkti akut? Simptoma, shenja parë kur veç po ndodh dhe do të ndodh është dhimbja në gjoks. Disa një grupi pacientave mund t'i kenë disa shenja paralajmëruese që diçka nuk është në rregull me zemrën e tyre. Fillojnë me pas intolerancë ushtrimore, do të thotë edhe një ecje më e vogël ju shkakton ankesa në formë të dhimbjes së gjoksit, frymëzënies, lodhjes. Nëse para një kohe kanë pasur mundësi të ngritën në katin e dytë të një ndërtese, kur fillojnë problemet, atëherë gjatë ngritjes në shkallë do të kenë pengesa në frymarrje, shtrëngim në gjoks apo dhimbje në gjoks. Këto mund të jenë simptome që tregojnë që arteriet koronare janë të ngushtuara apo mund të kenë problem. Po kemi edhe raste shumë ku nuk ka shenja paralajmëruese dhe infarkti do të ketë papritur. Domethënë kanë qenë në gjendje të mirë, kanë gëzuar shëndet të plot dhe papritmas fillojnë ankesat që i përmenda më parë, po kjo nuk ndodh rastësisht. Ata njerëz kanë faktorë të rrezikut.
kanë shkaktorë të cilët e kanë cilë dire aty, ose kanë një dislipidemi, një çrregullim të yndyrnave, e që s'kanë qenë informuar, ose kanë diabet, vujnë nga smundja e sheqerit, po ashtu dhe faktor madhor i rrezikut, ose kanë një hipertension të patrajtuar, domethënë kanë 2 apo më shumë faktorë të rrezikut, dhe janë ai momenti ku shfaqet rcullimi me zemër apo infarkti me manifestime që i përmendëm më herët. Nëse paraqitet te kardiologu një person që ka parashenja se mund të ketë diçka është duke zhvilluar, a mund ta vej kë kardiologu se problemet janë evidente? Po pra, duke filluar nga të anamnestike, ajo që ka thot pacienti, është shumë e rëndësishme për mjekun kardiolog. Pastaj metoda diagnostike invazive dhe jo invazive, duke përfshirë nga laboratori ku mund të shihen biomarkerët, prezenca e yndyrave, sheqerit në gjak e të tjera, mandej një EKG në qetësi apo një stres test, nëse është një indikacion për pacientin, bëhet stresi ngarkesës, ku mund të shihet probabiliteti nëse pacienti ka smundje koronare, mandej në metoda tjera imazherike që është CT angio, ku mund të vizualizohen shumë i arteret koronare, të shihet se ka ngushtime, prezencë të kalciumit, që është tregues i ndryshimeve aterosklerotike në koronare, dhe te pacientët me indikacion të fortë ku kardiologu ka një besueshmëri që mund të ketë smundje koronare, është një metodë invazive ekzaminimi që është koronarografia, ku mund të identifikohet arteria me mbyllje kritike dhe mund të vendoset për stentim eventual. Sigurisht me këto metoda bëhet edhe diagnostikimi i këtyre smundjeve. Edhe diagnostikimi i këtyre smundjeve, pra sot kur më herët ka mundësi mu diagnostiku smundjet me kohë, edhe mu trajtu me kohë pra se me ndodh një infarkt i miokardit, po dhe nëse ndodh infarkti, nëse trajtohet me kohë, ata pacienta mund t'i rikthehen jetës normale. Do të thotë pasojat janë shumë të vogla. Pasojat janë shumë të vogla nëse intervenimi bëhet më shpejt, prandaj kam një kërkesë nga të gjithë dëgjuesit që mos i neglizhojnë ankesat, çfarë do ankesa që ndërlidhet me dhimbje në gjoks, pengesat në frymarrje, apo çdo çrregullim që ju prish cilësinë e jetës, kuptimin e lodhjes të shpejt, pengesa në frymarrje, të rara të çrregullta të zemrës, të paraqiten të një mjek, spaku të një mjek familjar, pastaj ai do t'i drejtoj nëse është e nevojshme te kardiologu dhe specialistët e fushës. Këto janë bazë përvojës tuaj, qytetarët e Kosovës, janë vetëdijsuar dhe kërkojnë ndihmën e mjekut edhe pa pasur simptoma të qarta se kemi të bëjmë me një sulm me zemër. Kjo është pyetje shumë e mirë, ka filluar të ngritet vetëdijsimi i popullatës, sidomos në vendet si Prishtina, vijnë shumë nga të gjitha moshat ku bojnë një check-up, në kuptimin e një screeningu apo depistimi, nëse kanë ankesa, bojnë një laborator, një analizë, bojnë ekzaminime, mënyrë që të identifikojnë ndonjë problem të heshtur, latent që mund ta kenë e që nuk është bërë ende manifest, e sidomos ata që ka një faktor të rrezikut, nëse ka një familjar që kanë lëngupi smundjes kardiovaskulare, domethënë ka një faktor gjenetik, ata gjithmonë kanë një dro që mund të jetë bartur ai faktor gjenetik edhe vinë bëjnë vizita edhe pa pasur ankesa, po kjo duhet të bëhet a nivel institucional, duhet të bëhet një screening, një depistim i popullatës, duke filluar nga moshat më të reja. Së fundmi shoqata amerikane kardiologjisë e bëri një përritësim të protokolleve të trajtimit të yndyrave të larta, udhërfyesve, ku rekomandon që një test për yndyrën të bëhet qysh në moshën pediatrike, në formë që të identifikohen hiperlipidemit e lindura gjenetike, që janë çrregullime gjenetike, edhe të fillojnë trajtimi sa më herët i problemeve yndyra. Ne identifikojmë 25 vjeçar, 20 vjeçar me yndyra shumë të larta, e që kanë gjenetike,
e të cilat nëse nuk trajtohen një moshë caktuar, ata do të psojnë qoftë sulmëtru, infarkt, qysh në moshë të re. Prandaj identifikimi i hershëm është shumë i rëndësishëm. Se ka shumë biomarker, shumë mundësi ku mund të identifikojnë faktorët e rrezikut. Mund në çdo laborator në Prishtinë mund bëhet lipoproteina A, që është faktor që përmenda më herët i rrezikut, mund bëhet lipidogram me shumë saktësi dhe kështu një hemoglobinë glikolizuar ku mund të identifikohet diabeti. Të gjitha këto na japin mundësi që të parandalojmë sëmundjet kardiovaskulare. Pra 75% deri në 80% sëmundjeve kardiovaskulare janë të parandalueshme. Prandaj një vedisim më i lartë qoftë i njerëzve, po edhe një aksion më i madh i institucioneve mund të ndikojnë në parandalimin e këtyre sëmundjeve. Kur e përmend check-upin, në sa kohë preferohet që të bëhet një check-up i tillë? Do të pa pasur probleme të theksuara shëndetësore. Kjo është e personalizuar, varësisht nga mosha, varësisht nga faktorët e rrezikut. Nëse një pacient ka pasur njërin nga prindrit me infarkt të hershëm para moshës 55 vjeçare, nëse ka një vdekje të papritur nga sëmundje kardiovaskulare në familje, nëse është duhan pirës, nëse ka veç yndyrra të larta, atëherë kontrollet, check-upet do të jenë në intervale më të shpeshta. Nëse nuk identifikon ndonjë faktor i rrezikut, nuk ka faktor tjerë të rrezikut, atëherë intervalet të jenë brenda 5 viteve një check-up. Të rastet kur kanë faktor të rrezikut brenda një viti një check-up. Nëse kanë veç probleme, do të bëjnë ndjekja në 6 muaj, 3 muaj, domethënë është e personalizuar. Nuk ka ndonjë rregull fiks brenda sa kohë do të bëhet një kontroll apo një depistim. Doktor Alvin, cilë është trajtimi këtyre sëmundjeve? Do të thotë infarktit akut? Prej metodave më konvencionale që ekzistojnë, që datojnë shumë herët, deri ato më të avancuara. Nuk ekziston një trajtim i cili mund të bëhet në kushte të shtëpi nëse një pacient ka infarkt. E vetmja çka mund të bëhet është të lajmërohen sa më herët te një mjek, te një kardiolog, te një qendër hospitalore që është emergjenca e të tjera. Atëherë këtu fillon trajtimi, i cili veç është një trajtim i avancuar dhe është i barabartë me trajtimin në çdo qendër tjetër në Evropë dhe në botë. Kur është fjala për infarktin akut, trajtimi sot i vetëm është hapja e asaj arterie të mbyllur, e cila arrit përmes vendosjes stentit. Të disa pacient, nëse nuk arrihet me të zgjidhet problemi me stentim, atëherë ekziston edhe metoda e bypassit, vendosja graftit. Në cilat raste duhet bëhet bypassi? Kur identifikohen që janë 2 apo më shumë enë të mbyllura kritike dhe kur nuk ka përshtatshmëri për vendosjen e stentit dhe hapjes së artyre koronareve, atëherë heart team, si quhet kardiologu, kardiokirurgu, vendosin që të vazhdojnë një strategji tjetër e trajtimit që kish pas me qenë në këtë rast bypassi apo operacioni me zemër të hapur. Po trajtimi nuk përfundon krejt këtu, trajtimi është gjatë tërë jetës, domethënë ka grupe ndryshme të barnave, të cilat duhet pacienti t'i merr gjatë gjithë jetës për me vazhdu atër trajtimin edhe pas një gjendje që të infarkt, pas një gjendje të hapës së stentit, ku ekzistojnë grupe të ndryshme të medikamenteve, të cilat kanë ndikuar në jetëgjatësi dhe në rregullimin e kualitetit të jetës këtyre pacientëve. Doktor, sigurisht se stentimi, metoda e stentimit është relativisht e re. A ka ndonjë afat qëndrueshmërie stentat, nga se janë një masë metalike që vendosen zemrën? Stentat nuk kanë afat skandencës kur të implantohen. Do të thotë nuk mund të ketë një afat kaq vite mund të qëndrojnë. Kjo mbahet shumë nga shumë faktorë. Një nga faktorët janë sa ka qenë pacienti i kujdesshëm pas vendosjes së stentit. Nëse një pacient që ka vendosur një stent ka vazhduar me trajtu mirë yndyrnat, ka vazhduar me pituhan, ka vazhduar me ekspozu prapë faktorëve të rrezikut, atër stenti ka mbyll më shpejt se ena e gjatë. Mandej
ka dhe faktorë tjerë që janë shumë individual, shumë personalizuar. Të disa pacienta zhvillojnë disa procese inflamatore në nivel të enës së gjakut, të cilat ndikojnë në mbylljen e stentit. Por në të shumtën e rasteve, kur vendoset një stent sipas standardeve dhe kur pacienti e trajtohet që duhet pas vendosjes së stentit, merr terapinë e rekomanduar, ndërpren apo i redukon faktorët e rrezikut, atëherë qëndrueshmëria është më e lartë, kuptohet. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe para se të përfundojmë zakonisht flasim për preventivat. A ka mundësi që të prevenohen paraqitjet? Pra, unë e thash më herët që sëmundjet kardiovaskulare janë të parandalueshme. Ka shumë metoda për parandalimin. Nga ato më të rëndësishmet janë identifikimi i faktorëve. Kur identifikojnë faktorët, atëherë kemi më lehtë të mbrohem nga ato faktorë. Identifikohet yndyra lart, e trajtojmë, i ulim yndyrnat. Kjo është një metodë preventive primare që ne. E identifikojmë diabetin, e trajtojmë me kujdes diabetin. Por nëse flasim për masat e përgjithshme që duhet i marrë shumica njerëzve, aktiviteti fizik është krucial. Jo vetëm për sëmundjet e zemrës, për gjitha sëmundjet. Për gjitha sëmundjet, shumë e vërtetë. Minimum 30 minuta aktivitet të moderuar në ditë. Kuptohet barbjes një ecje shpejt, qoftë palestër, qoftë vrapim, apo metoda tjera të aktivitetit fizik, sporti, noti e tjera. Tjetër, ushqimi, shumë i rëndësishëm. Një nga dietat më të rekomanduara, që është e pranueshme nga shoqatat relevante të kardiologjisë, dieta mediterane, që konsiston në përdorimin më shumë produkteve që nuk përmbajnë yndyra shtazore, produkte me nivel më të ulët të sheqerave të koncentruar, të koncentrohemi më shumë në mishin e bardhë, në mishin e pulës që ka pak yndyrë, mishin e peshkut, më pak mish të kuq, kuptohet që është e nevojshme edhe mishi i kuq të jetë në dietë sepse ka proteina, sidomos kur është i freskët, por jo të jetë përditshmëri edhe jo të jetë nga skara. Mandej të zamencon vajna tjerë në vajnë ullirit, të kemi kujdes me ushqimet e vyllmetit, se mund të kemi koncentrim të yndyrës. Këto janë ato metoda preventive lehtë të realizueshme, të cilat duhet i praktikoj çdo njeri në formë që të parandaloj ngjarjet kardiovaskulare. Doktor, sigurisht se për sëmundjet e zemrës kemi edhe shumë çka për të folur, por minutat janë të kufizuar, nëse nuk e njerëzve për të shtuar. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop. Faleminderit shumë për ftesën. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot, faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të çmendoni edhe më tutje në valë të programit tonë.